Unë e du ndërlidhem pak të kryetari i komunës që thanë raportet e zyrtarëve në komunë janë të mira. Absolutisht gjendja në komunë, raportet njerëzore, profesionistët e cilët kanë përvojë gjatë janë të lënë anash edhe çdo ditë i ndrohet, çdo 6 muaj i ndrohet drejtoria vetëm e vetëm për çështje politike. Dhe kjo e ka dëmtuar më shumë të këtë qeverisë komunale. Edhe raportet derisa ende po flasim për drejtorinë kryesore. Drejtorinë për buxhet dhe financa e ka lënë me muj të thonë për drejtar, kjo flet shumë. Qysh mundet më anku të opozita e të kuvendi komunal për bllokim buxheti kur ky ka blloku vetë emërimin, nuk i del nëse kisha pas shef sot me ditë, pse nuk ka emëruar sot një drejtoresh? Pse dhan 2 dorëheqje prej drejtorisë buxhetit, që ka emëruar vetë ky kryetar vetë vendosjes. Do të thonë përgjigje, çetoj do të më ditë çka ka ndodhur më zyre. Unë kam këtu letrën e dorëheqjes së drejtoreshës së parë që ka dhënë dorëheqje, është shqetësuese. Domethënë po flasim problemet shumë të mëdha që bëron gjithçka pastaj e keq Angjelan. Se i përketën urbanizmit, u tha më mirë urbanizmi kur s'ka qenë edhe tha që s'ka leje ndërtimore, nëse s'ka bëj tha kryetari i komunës. Unë këto kam zyrtarisht, kam kërkuar çastin dokumente zyrtare, kam përgjigje të drejtorit të drejtoreshës inspeksionit 2 kam. Që janë lista, edhe pse për publike nuk du me dhonën se janë listat me emra. Se përmojnë dëdhëna Po, përmojnë dhona, po që të vëllosëna, janë me dokumente që flasmi, janë 8 vendime për rënime dhe asë që s'ka ndonë në vitin 2024. Në vitin 2023 janë në listë zyrtare dokumente, janë 15 vendime të reja për rënime, asë që s'ka ndonë. Po flasmi asë një. Gjoba, që kanë mendosë shërita, ka plët, po e kanë vazhdu punën. Që është një rast paradoksal, prap dhonat po du me arrujt investitorit. Komuna Gjilanit ka lëshu leje të jashtëligjshme, me ndërtu pompë benzinës, afër ku është planifiku qerë dhe fëmijëve, ajo është ndalueshme. O shilshu leja në kundërligjshme, e ka ndërtu. Çka ka ndodhur? Cilën logje bëhet kjo? Në qarkore. Çka ka ndodhur? Përveç që është ndërtu, ka pas të kalim, ka shku inspekcioni, ja ka nu shëritin, e ka pengu, ka marrë vendim për rënim, për të kalimin që ka bo, ka hesht, ka vazhdu punimet, mas disa muje ka përfundu objekti dhe Komuna Gjilanit, prap inspekcioni, njëjtaj ka lëshu leje pëlqim për ushtrimin e veprimtarisë. Kjo është kur në Kosovë, kur s'ka ndodhur. Mos flasi për uzurpimet. Uzurpimet Gjilan janë të jashtëzakonshme. Kanë ardhur pushtet të u thirrë në çdo gjona dhe sot kështu e kanë pru Komunën e Gjilanit. Prandaj projektet e cilat i përmeni kryetari shkurt, një keq, po veç sa më shkurt që t'ju japim mos i gjithë. Shkurt, se përmeni që projektet ka 100.000 euro, 117.000 euro, këtë ato i vlerësojnë edhe mirë që ka bosë, o doshe, po nuk për 4 vite diçka. Kallëzoj kundër kandidatët që kanë bosë. Po flasune ku ka me qarkuri e re Gjilanit, 9 milion euro kanë qenë të planifikume në vitin 2024, 9 milion euro. 3 milion euro për të tyra vetanake, 6 milion euro grant për i ministrisë, asë një cent nuk është penzu, asë nuk është nisë. Qysh planifikon te, qysh lypë da miratu buxhetin, këtë shpesh herë ankohet, këtë kryetari komunë thot, ne kam bloku miratimin e buxhetit, po këto kanë qenë arsyet e tona si për kjo po flas. Sepse ka fut projektin buxhet që nuk realizohen. A keni bloku buxhetin? Nuk realizohen. Nuk e keni votu për shkak se keni besu që nuk realizohet projekti. Po normal. Ti dëmëroj edhe disa. Kanë besu. Kështu po thot. Kanë besu. Është supozim atë. Po kena besu. Sepse keni nuk e keni votu, sepse keni vlerësu që nuk jetra projekta, varrezat e reja të qytetit Gjilanit. Nuk është votu. 1 milion euro për varrezat e reja të Gjilanit. Problemi më i madh që është. Nuk është votu. Kjo është konstatim. Çka ka ndodhur me zonën ekonomike kryetari me kallëzu? Çka ka ndodhur me palestrën Zhegër që ka mes shkret?